Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë për të folur për një operacion të zhvilluar nga policia ditën e djeshme, që kulmoi me arrestimin e zotit Fatmir Shehodhi, i akuzuar për spionazh për llogaritë të Serbisë, një personazh mjaft i njohur, e sidomos jo vetëm për shqiptarët e Kosovës nga vitet 90, por edhe për ne këtej, pasi ka depërtuar në media si analist politik për shumë çështje. Me një institut që ka hapur, pra i kamufluar mjaft mirë, po si duket nga autoritetet e Kosovës, ka dyshime se është spion pra i Serbisë, po për të folur më shumë për këtë personazh, por edhe të tjerë si ky, kemi të ftuar zotin Xhavid Haliti, një nga figurat mjaft të rëndësishme të UÇK-s, por edhe pas luftës me mjaft poste dhe pozita të larta shtetërore. Zoti Haliti, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Zoti Haliti, çfarë është për ju Fatmir Shehodhi, pra çfarë dini ju për të dhe përse edhe nëse është i dyshuar për spionazh, fakti që u arrestua tani, pak ditë para zgjedhjeve, mund të themi që është dhe marketing politik, pra pse u la për tani, kur dihej? Unë nuk e di sa hapësin kam, por do të përpiqem. Sa dëshironi ju, jeni ta përmbledh këtë çështje. Mos pari do të them që në Kosovë ka plot ish punonjës të shërbimeve sekrete të Jugosllavisë, respektivisht Serbisë, cilat kanë qenë në shërbim dhe janë të njohur. Ne i njohim secili këtu që ka jetuar din parafërsisht kush kanë qenë punonjësit e shërbimeve sekrete të Serbisë në Kosovë. Ka pas plot shqiptarë që kanë punuar sepse ka qenë edhe në Kosovë ai shërbim. Ka njëkohësisht edhe punonjës të kundërspionazhit që këta e quajnë KOS, shërbimi i kundërzbulimit të ushtrisë, dhe Jugosllavia sipas dhënave i ka pas 11 deri 13 shërbime sekrete, të cilat i kanë shërby njërit ose tjetrit institucion, duke përfshi edhe zyrën e Titos, respektivisht pas vdekjes së tij, shefit të shtabit të ushtrisë së Jugosllavisë. Tani ky Shehodhi që po thoni, po e lani era Shehodhin, ne nuk kemi ndërmarrë në një veprim dhe s'kemi ligj përmes cilit pak a shumë do të trajtoheshin dhe do të merreshin ndonjë mas kundër atyre që kanë shërby me vite të tëra ose ndoshta me dekada në atë shërbim. Pra ne e kemi përjashtuar si ligj, por ka një ligj që dënon, nuk e kam parasysh sa dënon ata që punojnë për shërbime të huaja. Tani ky Shehodhi ka qenë nëpër media dhe gjithmonë ka folë në emër të shërbimit sekret, edhe ku ka punuar në analitik në Prishtinë, por edhe në emër të shërbimit sekret Kosovës ose shikut që kemi quajtur neve, përmes cilit ka deklaruar që ka marrë detyra. Tani unë mendoj që këtu nuk është një pyetje me dënu një ish punonjës të shërbimit. Ju keni pa që ka pas komunikat për vrasjen e babait të tij, që ka qenë e kam pa tani në media, i kanë nxjerrë në disa emisione komunikatën e lëshuar nga UÇK-ja, ka deklarime edhe publike se kush ja ka vrarë vllajën, atë babën. Pra, Zahir Parazitin në mos gaboj përmendet. Po kështu i kam dëgjuar që kam thënë, unë nuk e dija ka vrarë Zahirja, kush e ka vrarë. Dhe si di arsyen. Por ky është afruar për shërbim, me sigurisht shërbimeve në Kosovë, duke përfshi këtu edhe siç ka deklaruar disa herë që ka punu edhe për shërbimet e huaja që kanë qenë në Kosovë. Por këtu është në pyetje një çështje tjetër, e cila ka dalë edhe ajo në publik, lidhur me disa financa
që janë marrë nga shërbimi i Kosovës, nga AKI-ja, Gati 650.000 euro. Nga 2 drejtuesit e AKI-s, dhe qëllimi mendoj që është me dëshifru pak më shumë, se unë e pash një emision e pyetën edhe Bexhet Pacollin për 300.000 euro që i ka marrë nga shërbimi, dhe ajo përgjigj shkurt, tha që unë nuk e di për çka po më thonin, nëse është pyetje mjetet që janë dhënë për lobing, është një problem tjetër, po nëse më ftoni për me bisedu, më fton organet e duhuna, prokuroria, pra, unë se kam problem me fol. Qëllimi, mendoj, është që të kompromitohen 2 drejtuesit e shërbimit informativ të Kosovës, edhe që kostoja politike të vjen në llogari të PDK-s, me qenë se ata kanë qenë të ngarkuar ose të emnuar nga kryeministri i Kosovës, respektivisht presidenti i Kosovës, që ka qenë zoti Thaçi. Që dhe Shahori ka dhe foto me Thaçin, por edhe personazhe të tjerë publik, deputet, ministra. Po shiko, ai ka qenë publik, ka nejt me gjithë, unë s'kam pas rast me pina e kafe me te, por e di që ka qenë aktivist në do të televizion, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe nuk e njoh, personalisht nuk kam njohje, por e di bukur shumë, lidhur me këtë aferat që kanë qenë më herët. Pra, lidhur me këto afera, ka pas një bllokim të informacionit një kohë në shërbimin në AKI, kur kanë kërku ata hetuesit e gjykatës speciale që të hyjnë edhe ta kontrollojnë arkivin. Më vonë, si duket është dorëzu ajo arkiva për me pa çështjet që u kanë interesuar atyre, sepse edhe këta kanë pas obligim, por po besoj që zhurma do të jetë e drejtuar kundër PDK-s, respektivisht kundër Thaçit më shumë, edhe këta që kanë qenë të implikuar në atë, nuk